Fundit i kompanisë Valicon me titull New Normal Study i kryer gjatë periudhës 18-21 gusht 2025 në shtetet e rajonit të Adriatikut, përfshirë edhe Kosovën, ka nxjerrë në pas se inflacioni dhe pasiguria politike janë dy shqetësimet kryesore për qytetarët kosovar. Në anketë gjithashtu është bërë ditur se 40% e kosovarëve kanë thënë se jeta e tyre është më e keqe sot se sa më herët. Sipas rezultateve, 70% e kosovarëve janë të shqetësuar për rritjen e kostos së jetesës, duke e bërë inflacionin një nga çështjet më të ngutshme ekonomike në vend. Një shqetësim i madh është edhe stabiliteti politik, me 54% të pjesëmarrësve në Kosovë që e konsiderojnë këtë një problem serioz. Në anën tjetër, shqetësimi për vlerën e pronës është relativisht më i ulët në Kosovë, me vetëm 26% të anketuarve që e konsiderojnë këtë çështje shqetësuese. Megjithatë, një pjesë prej 34% shprehen optimizëm dhe mendojnë se cilësia e jetës është përmirësuar në këtë periudhë. Qeveria në detyrë, e cila i ndohu